E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, këtë herë për të komentuar se kush do t'jetë moderatorja apo kush do t'jetë opinioniste në fan club Big Brother VIP Albania 5. Zërat janë lartë dhe poshtë, përflitet shumë, komentohet shumë, një debat i madh për publikun shqiptar, por kanë dalur dy emra pak më zyrtar. E para është Bora Zemani dhe e dyta është Egli Tako. Tani Bora, pa keq kuptime, por kjo Bora është bërë ku s'ka moderatore e çojnë Borën Top Channel dhe unë për këtë gjë jam kundër, realisht. Unë dua që Egli Tako të merr pozicionin e moderatores në fan club, sepse është një personazh, e kam thënë për të disatën herë, që ka kaluar një periudhë shumë të afërt në Big Brother, e nje formatin mirë, e nje Big Brotherin nga brenda, e nje emocionin dhe mund të bëj një spektakël të papar. Në anën tjetër kemi edhe Borën, e cila njihet për formate të këtilla dhe njihet për emocionin të cilin mund ta përçon. Unë e di shumë bukur dhe kam informacion që Egli do t'jetë pjesë e Big Brother VIP Albania 5, do thënë do t'jetë pjesë e fan clubit më konkretisht, sepse opinioniste në Big Brother dyshohet shumë që do t'jetë Angel Shkira dhe Arbër Hajdari, nga që janë dy pole shumë të zjarta, sidomos Angeli është pak më e guximshme në mënyrën e të shprehurit, është më e fuqishme në mënyrën e të folurit dhe mendoj që është më e përshtatshme dhe më adekuate për këtë formacion, ndërsa Egli Tako pritet që të mbetet moderatore në fan club Big Brother VIP Albania 5. Si e komentoni ju?